Qyteti Willie në Texas binjaksohet me Mitrovicën e Veriut. Në një shpallje ceremoniale të miratuar nga Këshilli i qytetit Willie, para 2 ditësh, ai e njeh Mitrovicën e Veriut, Kosovë si qytet binjak të ri në Willie. I propozuar nga kryebashkiaku pro tem Gjino Mulliqi, shqiptar-amerikani i pari i zgjedhur ndonjëherë në detyrë në shtetin e Texasit, kjo shpallje njeh rëndësinë e promovimit të mirëkuptimit, bashkëpunimit të miqësisë ndërkombëtare mes komuniteteve në mbar botën, si dhe parimet universale të lirisë, demokracisë dhe vetëvendosjes, të cilat formojnë themelin e shoqërisë paqësore dhe të begatë. Marrëdhënia ceremoniale nuk ka ndikim në buxhetin dhe detyrimet e shtetit. Duke pasur parasysh se qyteti Willie, Texas, njeh rëndësinë e promovimit të mirëkuptimit, bashkëpunimit dhe miqësia ndërkombëtare mes komuniteteve në mbar botën, njihet dhe si pasojë duke pasur parasysh se qyteti i Mitrovicës Veriut ndan të njëjtat ideale dhe një vizion për ndërtimin e urave mes komuniteteve përmes shkëmbimeve kulturore, arsimore dhe ekonomike, ne vendosim që qytetet tona t'i afrojmë dhe jenë qytete motra duke pasur parasysh se 2 qytetet përfaqësojnë parime universale të lirisë, demokracisë, vetëvendosjes dhe se njohin këto vlera që formojnë themelin e shoqërive paqësore dhe të begata. Duke pasur parasysh se Willie dhe Mitrovica Veriut besojnë se mësimi i ndërsjellë bashkëpunim dhe lidhjet mes njerëzve forcojnë lidhjet e demokracisë duke promovuar pjesëmarrjen qytetare, dialogun e hapur dhe respektin për dinjitetin njerëzor. Matthew Porter, kryebashkiak i qytetit të Willit, në emër të Këshillit të qytetit të Willit dhe qytetarëve të komunitetit, shpalli themelimin e marrëdhënies binjaksimin e 2 qyteteve, qytetit Willie në Texas, në SBA dhe qytetit Mitrovicës së Veriut në Kosovë.